që të mbështesim vlerat e vërteta, të mbështesim njerëzit që mund të ndryshojnë këtë situatë. A njeri më të mirë, më të afërt, më të zotin, se Ramush Haradinaj nuk ka Kosovë sot. Edhe une, ju kom bashku Ramushin në listë për deputet. E gjithmonë kom qenë bashkë me Ramushin, me Dautin, me shok tjerë. Gjithmonë kom qenë me vlerat, kom ditë mi vlerësu. Kush e vlen, me kon, edhe kom vepru drejt. Une ju kom bashku kësaj liste, jo se më ka tekë, se e kom bëngi një post deputeti. Kom qenë edhe deputet, dhe më mes tjera. Kom qenë, jam i realizum si njeri, ose kom arrit një moshtë të pensionimit, si njeri jam i knasën, sa jam i përmbushën. Kam qenë, jam ushtarak me profesion, qysh 15 vjetë kër i kom pas, edhe i kom arrit ato ondrat e ushtarakut. Ushtarakut, se si do më bëjt general, do mi fitu luftat, do me pas dekorata me njohje, krejt i kom. E kom arrit nivelin maksimal gradav, kam marrë pjesë në 2 lufta, nga 2 jënë dalë fitimtar, ma njohin, ma respektojnë kontributin edhe në Kroaci, edhe në Kosovë, edhe ma tjetër s'ka ku shkon. Si kryeministër, kam qenë ministër, deputet, zënës kryeministër, edhe ato punë qa kërku për me i kom kry. Nuk mungon edhe një post, biografia jeme është të plot, por nuk kom ujtë me najtë ratë, edhe se kom thonë që 17 vjetë i kom lënë këto punë. Por po e shoh se ku e kanë pru Kosovën ta si kanë qeverisë deri tash. E kanë pru Kosova kanë ngec, Kosova kthy prapa. Kosova po i hub mish, po hub për krahje. Po vend numron. Po ka arsi, po ka zotësi, mi kriju një qeveri, mi kriju institucione edhe mes për para. A të përnon situatën, që thojmë na ushtarak geopolitike, e kemi shumë ndërlikume, shumë sfiduse. Kosova se ka sigurin e mrenshme tjilë, po Kosova nuk është se siguru me ende. A du të mu siguru për jashtë, që ne mund të jetojmë të lirë, të kemi ekonomi, zhvillim ekonomik dhe demokratik pa pengesa, pa ndërhyrje, to si kemi. Të që to krejt më kanë bo që boha krah i Ramushit, edhe ta ndihmojmë që Ramushit gjithsesi, sidomos këtë situatë. Kjo është vendimtare, Ramush Haradinaj duhet me se janë pjesë e parlamentit,